Juventusi nuk shkoi dot më shumë se barazimi 1-1 në shtëpi përballë Lecces së Ylber Ramadanit në duelin e parë të vitit 2026. Miqtë arritën të realizonin të parët me Banda në minutën e 2 shtesë të pjesës së parë, duke bërë që fragmenti i parë të mbyllej me rezultatin 0-1. Në startin e pjesës së dytë, trajneri Spalletti hodhi në fushë edhe Edon Zhegrov, ndërkohë që në minutën e 50 Partizan vendosën baraspeshën me Mekenin. Në minutën e 66, David kishte shansin e artë për të përmbysur ndeshjen, teksa shpërdoroi një 11 metrash që u ndal nga portieri i Lecces Falcone. Në këtë duel Juventusi prodhoi plot 6 shanse të arta shënimi, por pamundur të gjente fitoren. Ishte barazimi 6 në 18 javë për Juventusin që mban vendin e 5 me 33 pikë. Duelin e radhës zonja vjetër do e luajë në transfert ndaj Sassuolos. Për sa i përket Ylber Ramadanit, mesfushori kombëtares shqiptare rezultoi futbollisti që përshkroi më shumë kilometra nga të gjithë, duke u shndruar në një maratonomak të vërtetë.